Pas provokimeve të Rogertit, Lorna zbulon emrin e të dashurit Live në VIP 5. Një moment i papritur ka ndezur shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 dhe ka pushtuar portalet e showbizit. Pas disa provokimeve të drejtpërdrejta nga Rogerti, Lorna vendosi të mos hesht më dhe bëri një deklaratë që askush nuk e priste. Gjatë bisedave në shtëpi, ku hodhën aludime dhe batuta për jetën e saj sentimentale, Lorna reagoi duke zbuluar për herë të parë publikisht emrin e partnerit të saj, duke i dhënë fund spekulimeve. Ajo tregoi se është në një lidhje me reperin shqiptar Dren, i cili jeton prej vitesh në New York, ndërsa vetë ajo është nga Prishtina. Lorna theksoi se lidhja e tyre ka ardhur në mënyrë të papritur, por është ndërtuar mbi pjekuri dhe ndjenja të forta. Unë jam 33 vjeç, ai ka mbushur 39. Jemi njohur në një moshë që nuk jemi më adoleshent, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se kjo është një marrëdhënie serioze dhe e menduar mirë. Deklarata e saj erdhi pikërisht pas situatave tensionuese dhe provokuese në shtëpi, çka bëri që momenti të merrte edhe më shumë vëmendje nga publiku. Ndërkohë, Dreni reagoi menjëherë në rrjetet sociale, duke shpërndar urimin e Lornës dhe duke e falenderuar publikisht, gjest që konfirmoi lidhjen dhe emocionoi fansat. Ky veprim i Lornës po konsiderohet si një nga momentet më të forta personale të këtij sezoni të VIP 5, ndërsa historia e saj e dashurisë tashmë është në qendër të vëmendjes. A ishte ky një reagim i menduar apo një shpërthim emocional pas provokimeve? A do të ndikojë kjo lidhje në rrugëtimin e saj në lojë?